Shtetërore shqiptare. Këta individ nuk kanë asnjë interes absolutisht në procesin e integrimit, madje në gjuhën e tyre i thonë njëri tjetrit ç'na duhet në procesin e integrimit, pastaj dhe ndaj shkojnë në një formalitet, në një hipokrizi dhe mashtrim të pafund. Dëgjoni, në raport e fundit të Komisionit Jashtëm Parlamentit, që është publik, kërkohet rol qendror i Parlamentit në procesin e integrimit. Kërkohet kjo sepse nëpërmjet rolit qendror të Parlamentit bëhet transparencë plot, garantohet parikthyer e tjerë e tjerë. Ajo që ndodh këtu është për herë të parë diskutohet për integrimin pas 8 muajve në Parlament. Prisni. Po të lexoni raportin, se ligji e detyron çdo 3 muaj. Ligji ka një ligj që detyron Parlamentin, çdo Këshillin e Ministrave të raportojë çdo 3 muaj në Parlament për procesin e integrimit, për ecurinë e procesit të integrimit. Tani çfarë thot raporti? Raporti thot se ne kemi dërguar në Parlament çdo 3 muaj raportin për procesin e integrimit. Po, ndërkohë Niko Peleshi, unë nuk mund të them e kanë dërguar, se kanë dërguar, po di një gjë që deputet nuk kanë pa mësuar asnjë raport. Çka do të thotë kryetari i Parlamentit zbaton porosinë e Edi Ramës dhe i fut ato në sirtar. A është ky një armik i integrimit atëherë, më thoni ju mua, në një kohë kur kërkohet rol qendror i Parlamentit. Pra, sot nuk vinë me raportuar, që të ndëgjojnë qytetarët raportin. A e di pse nuk vinë? Se e kanë fundekryer mashtrime dhe renditje vendimesh që vendime numër kaq, vendime numër aq, vendimesh të vendimeve të qeverisë dhe ligjeve. Ky është raporti i mbushur me gënjeshtra. Po a ecet dot? Shiko, pat një, themi një gjë domethënë. Pas sulmit rus në Ukrainë, pat një ide iluministe të drejtë për mua, që Ballkanin Perëndimor si territor europian ta përfshim në Bashkimin Evropian. Dhe kjo ishte një ide shumë e mirë, po Ballkani Perëndimor, Shqipëria, në një vend tjetër, absolutisht përveç kriterit gjeopolitik, s'plotësonin asnjë kriter tjetër. Dhe me atë ide u shty përpara. Mirë, po ç'ndodhi? Ndodhi u gjetën gjatë kësaj shtytje para të pabesueshmeve. U gjetën para faktit se Lubi Balluku merr zvarr sistemin e drejtësisë, kryeministrin dhe në mënyrë të pabesueshme njeriu që kishte bërë gjithë ato reklama për reformën e drejtësisë, njeriu që kishte deklaruar se këtemi të vetmit në botë që e kemi bërë, tani i vinte drynin për hir të kujt? Për hir të Lubi Ballukut. Mendoni ju se unë i bëra një pyetje, ajo më përgjigj me dha përgjigje freudiane, nuk kisha qëllim freudian në aty. Jo, absolutisht, kisha qëllim tjetër, sepse ajo është e lidhur me para dhe me vjedhje, Lubia me Ramen. Edhe ndaj ky nuk e lëshon dot Lubin, se për të tjera s'pyes dhe fara jam këto, po ju them unë ju. Pra, dhe këta kujtojnë se në Bruksel nuk kanë as sy, as vesh, dhe se këto përfaqësues të tyre këtu nuk dëgjojnë, nuk shohin, Ky pra, në një proces që vërtet kishte dashamirësi të plot, kjo pa dyshim, vërtet kishte tendencën që ta afrojmë Shqipërinë, pse Shqipëria, ja u them unë ju, në dallim nga këto vende të tjera të Ballkanit, Shqipëria nuk ka asnjë problem madhor me fqinjt. Nuk ka problem siç kanë secila prej tyre, probleme të cilat në një parim themelor të Bashkimit Evropian nuk pranojnë importin e problemeve midis vendeve, midis fqinjve në vendet që do antarësohen. Shqipëria nuk ka asnjë problem madhor me fqinjt dhe Shqipëria vërtet në rrafshin gjeopolitik, urdhë? Përveç Greqisë. Jo, nuk është madhora, nuk e pengon Greqia atë. Jo, se Greqia, ai problem ka ekzistuar,
por nuk them se Greqia pengohet për atë problem. Them realitetin am thonë. Edhe në atë çështje lojrat i ka bërë Edi Rama, ta dinë shqiptarët, lojrat i ka bërë Edi Rama, absolutisht. Pra, Shqipëria nuk ishte. Po çfarë bën Edi Rama? Edi Rama rrjedhtohet në mburojtje të korrupsionit. Shpërthen skandali i Akshit. Akshi del Linda Rama. Del Linda Rama, zotëri, pavarësisht se mediat nuk e qarkullojnë emrin e saj, po ajo është me dosje me të gjitha. Akshi, tjetër, investime strategjike. Me insistim në Komisionit Evropian, me insistim në madh, është amenduar ligji i partneritetit publik-privat. Që nga dita e amendimit ligjit gjerësot janë dhënë 10 partneritete publik-privat pa pyetur se ekziston ligji. Bën një lloj si me bursën e energjisë. U kriju bursa e energjisë, lubia vazhdonte tregtinë e energjisë jashtë burse, sepse bursa e detyronte një farë transparence. Pra, nuk respektojnë rolin e parlamentit. Thash, kjo është debati i parë dhe këtu nuk sjellin raportin. Pse nuk e sjellin raportin? E kanë mashtrime. Rrëzohet më njëherë. Çfarë mund thonë ata për prokurimet në një kohë kur del nga Eurotender, një organizatë që analizon tendrat e 38 vendeve, nga viti 2010 gjerësot del se koha më e mirë, koha e artë, ka qenë koha e Sali Berishës. Më falni, shifeni, klikoni, ju lutem klikoni. Tender EU.org e tjerë me radhë. Klikoni, shifeni, viti 2010, 2011, 2012 janë me 80 pikë dhe viti 2026 është me 64 pikë. Bërtet për digitalizimin. Shiko që është historia e digitalizimit. Shqipëria ka, popullata shqiptare, ka një ritëm më të ulta digitale në rajon. Merrni dhënat. Është tek 28%. 52% është në Bashkimin Evropian. Të gjithë vendet e Ballkanit janë mbi Shqipërinë. Dhe ky bën të reklam lindave. Edhe e bëri këtë Akshin, thuhet ti se ç'po ndodh. Akshi ishte gropa më e zezë e vjedhjeve. Nuk ka pra asnjë lloj serioziteti. Ne edhe njerë këtu absolutisht e mbështesim procesin e integrimit dhe ja u them unë ju edhe dje në mbledhje, ne do marrim se çfarë diskutohet në bar ne nuk e kemi. Atje nuk e kemi dhe tjetër punë. Por ne kemi një dokument themelor që është raporti i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian. Ne atë do ta shtrojmë në program pune dhe të gjithë deputetët janë të angazhuar që në komisionet parlamentare të insistojnë në zbatimin e të gjitha kërkesave që shtron Komisioni Jashtëm për procesin e integrimit. Zoti Berisha, sa takon raportit i BAR, pra ditën e djeshme u tha që nuk është votuar nga raportime. Nga komunikimet tuaja që keni me Brukselin, jo zyrtarisht se nuk është publikuar ai dokument zyrtarisht. Çfarë mendoni dhe cilat janë problematika